Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 shkopinjt, 7 kupat, faqa e shkopinjve, mbreti i monedhave. 7 shkopinjt flet për këmbgulje, flet për rezistencë dhe për nevojën për të mos u dorëzuar përballë presioneve ose mendimeve të tjerëve. Ju mund të ndiheni sikur duhet të justifikoni zgjedhjet tuaja, por kartat ju kujtojnë se nuk keni nevojë të merrni miratimin e të gjithëve. 7 kupat sjell shumë mundësi, por edhe konfuzion. Mund të jeni përballë disa alternativave ose të keni shumë dëshira njëkohësisht, gjë që e bën të vështirë të vendosni se ku duhet të përqendroni energjinë tuaj. Faqa e shkopinjve sjell entuziazëm, lajme ose një ide të re që mund t'ju motivojë. Është një kartë që ju thot të eksploroni, të mësoni dhe të mos keni frikë të bëni hapin e parë. Në fund, mbreti i monedhave tregon se gjithë ky proces synon t'ju çojë drejt një pozicioni më të qëndrueshëm. Mbreti i monedhave flet për pjekuri, flet për vetbesim, flet për aftësinë për të marrë vendime që sjellin siguri afatgjatë. Kjo shtrirje kartash ju kujton gjithashtu se jo çdo mundësi ka të njëjtën vlerë. Zgjedhja e duhur është ajo që ju sjell stabilitet dhe jo vetëm entuziazëm të momentit. Kartat këshillojnë të mos humbni energji duke ndjekur çdo mundësi që shfaqet. Unë do të thoja zgjidhni atë që përputhet me vlerat dhe objektivat tuaja, sepse pikërisht aty ndodhet stabiliteti që kërkoni. Kalojmë në familje. Në familje kemi gjykimi, magjistari, 6 shpatat, 7 monedhat. Në familje duket se po mbyllet një kapitull dhe po hapet një tjetër. Gjykimi tregon për falje, tregon për zgjim ose për mundësi për të parë të kaluarën me sy të rinj. Mund të zhvillohet një bisedë që sjell qartësi, ose mund të merret një vendim që i ndihmon të gjithë, pra ju dhe familjarët tuaj. Magjistari tregon se ekziston fuqia për të ndryshuar situatën. Nuk jeni të pafuqishëm apo të pafuqishme përballë rrethanave, përkundrazi, keni mundësi të ndikoni pozitivisht në to. 6 shpatat flet për largimin nga një periudhë e vështirë drejt një gjendjeje më të qetë dhe më të lirë. Për disa mund të tregoj edhe një udhëtim ose ndryshim ambienti që lidhet me familjen. 7 monedhat tregon se rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme. Ju ose familja po kalon një proces që kërkon kohë, por themelet po ndërtohen. Për disa nga ju, kjo shtrirje kartash mund të tregoj largimin nga një situatë e vështirë familjare ose një periudhë ku marrëdhëniet fillojnë të qetësohen gradualisht. Për disa të tjerë, mund të nënkuptohet, siç thash pak më parë, një udhëtim, një zhvendosje ose një ndryshim banese, nëse kjo përputhet me jetën tuaj. Kartat këshillojnë të mos kërkoni zgjidhje të menjëhershme për çdo çështje familjare, sepse durimi dhe përkushtimi do të japin frytet e tyre kur të piqen. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi faqa e kupave, 2 shpatat, 8 monedhat, asi i shkopinjve. Në dashuri, faqa e kupave sjell ndjenja të sinqerta.
Mund të jetë një mesazh, mund të jetë një afrim ose një person që dëshiron të shprehë interesin e tij ose interesin e saj. Pra, mund të jeni ju kundrejt dikujt ose dikush kundrejt jush. Është një energji e butë, e pafajshme dhe shumë romantike. Dy shpatat tregon hezitim, dikush mund të mos jetë ende gati të marrë një vendim ose dikush mund të ketë frikë të hapë zemrën plotësisht. Mund të jeni ju ose personi juaj. 8 monedhat tregon se një marrëdhënie nuk mund të ndërtohet vetëm mbi emocionet. Një marrëdhënie kërkon përkushtim, kërkon komunikim dhe punë të vazhdueshme. Në fund, asi i shkopinjve sjell një fillim të ri, sjell pasion dhe energji. Kjo kartë tregon se pasi të kapërcehet hezitimi, mund të nisë një etapë shumë më dinamike dhe premtuese. Nëse jeni në një marrëdhënie, kjo javë favorizon sqarimet, korrigjimet dhe ringjalljen e pasionit. Nëse jeni beqar ose beqare, një njohje e re mund të fillojë në mënyrë spontane, por mund të kërkojë që dikush të hedh hapin e parë, pra ju ose personi juaj. Nëse në fillim mund të ketë hezitim ose pasiguri në një marrëdhënie romantike, kartat nënkuptojnë se aspekti sentimental e ka potencialin të zhvillohet pozitivisht nëse të dyja palët janë të gatshme të investojnë në të. Për disa të tjerë, një mesazh ose një afrim i papritur nga ju ose nga personi tjetër mund të jetë pikërisht shtysa që i duhet dhe që i jep lëvizje një situate që ndoshta ka qëndruar pezull për shumë kohë. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika nga refuzimi ose nga pasigurit t'ju pengoj të shprehni atë që ndjeni. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 shpatat, 3 shkopinjt, djalli 8 shkopinjt. Në punë, 8 shpatat tregon se mund të ndiheni të kufizuar ose të bllokuar nga rrethanat. Edhe pse disa nga këto kufizime mund të jenë më shumë mendore se sa reale. 3 shkopinjt sjell horizonte të reja, sjell pritje ose sjell mundësi për zgjerim, për ndonjë bashkëpunim ose një projekt që mund të hap perspektiva të reja. Djalli ju thot të jeni të kujdesshëm ndaj lodhjes, stresit, varësisë nga puna, tundimeve financiare ose situatave ku ndiheni të lidhur vetëm nga frika se mos humbni sigurinë. Në fund, 8 shkopinjt ndryshon krejtësisht ritmin e gjithë shtrirjes së kartave në sferën e punës, sepse 8 shkopinjt sjell lëvizje, sjell lajme, komunikime të shpejta, zhvillime ose përgjigje për të cilat mund të keni qenë në pritje gjatë. Situatat që mund të kenë ngecur, papritur mund të marrin vrull. Unë do të thoja se ajo që ju mban të bllokuar mund të jetë më shumë frika për të dalë nga zona e rehatisë se sa mungesa e mundësive, sepse kartat tregojnë se sapo ta kapërceni këtë pengesë, zhvillimi mund të vi shumë shpejt. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika ose ndjenja e bllokimit t'ju bëjë të humbisni mundësitë që po afrohen, sepse gjërat mund të lëvizin shumë shpejt nga sa prisni, prandaj unë do të thoja përgatituni për ndryshime. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi ëmbëlsi. Ëmbëlsia ju kujton se jo çdo gjë fitohet me luftë ose kontroll. Ndonjëherë mirësia, butësia,
dhe mënyra se si komunikoni me të tjerët mund të hapin më shumë dyer se sa këmbgulja e fortë. Ëmbëlsia ju këshillon të sillni më shumë ndjenja në marrëdhëniet tuaja, qofshin ato familjare, romantike apo profesionale, por edhe në mënyrën se si flisni me veten, sepse edhe kur përballeni me zgjedhje të vështira ose me sfida, mos harroni se një zemër e qetë merr vendime më të mençura. Paçi.